Muhammed ibn Abdul Wahhab, librin e tij Anulluesit e Islamit, ka përmendur 10 anullues. Edhe ka thonë se për këto ka ixma. Askush prej dietarëve të umetit nuk thotë se ndonjëra prej këtyre nuk është anullues, që e nxjerr njeriu prej Islamit, si për shembull shirku, sihri, tallja me fenë e kështu me radhë. Askush prej dietarëve, pa marrë parasysh edhe nëse janë Eshari dhe Maturidi dhe Sufi, nuk thonë se këto nuk e nxjerrin njeriu prej Islamit. Do të thonë këto që ka sjell Muhammed ibn Abdul Wahhab, nuk ka sjell diçka të re, por është diçka për cilën ka ixma, unanimitet të gjithë dietarët e umetit. Kurse Esharit, tani nuk më kujtohet me numër, kanë në librat e tyre kanë 54 anullues. Nëse nuk gaboj, do të thonë 54 vepra që e nxjerrin njeriu prej Islamit. Maturidi dikun 47 për shembull, ose do të thonë kështu. Atëherë kujt duhet t'i thuhet tekfirc? Do të thonë ata që thonë se me këto 10 vepra, njërën prej këtyre 10 veprave del prej Islamit, apo ata që kanë 54 vepra që mund dalë njeriu prej Islamit. Edhe prej atyre veprave a dini çka është? Prej atyre anulluesve, nawaqid, cila është e Esharit, thonë besimi në sebepe, besimi në shkaqe. Është, domek, kështu Esharit thonë se kjo me ixma. Kurse për këtë nuk ka ixma, nuk është e vërtetë se ka ixma. Do thonë me besu që shkaku e shkakton pasojën, do thonë kjo është filozofi, se ata, do thonë akiden e bazojnë në filozofi. Nëse beson ti se shkaku e shkakton pasojën, do thonë del prej Islamit, te Esharit. Çka do thotë kjo? Edhe kanë sjell, ata e sjellën këtë shembull. Pra thonë ngopja, do thonë pas kur je i uritur, ngopja nuk ndodh për shkak të ushqimit, po ndodh në momentin e ushqimit. A është e logjikshme se po çuditeni? Nuk janë të logjikshme, normal. Se këta që pretendojnë se e bazojnë logjik. Do të thonë logjika e tyre thotë se ti nëse beson që ishe i uritur, edhe tash hangre ushqim, edhe u ngope pse hangre ushqim, u bën kafir. Do të thonë kështu. Edhe këta thonë ati që thotë se kush adhuron tjetër kënd përveç Allahut është kafir, i thënë tekfiri. Do të thonë ku është mendja dhe drejtësia. Kuptohet se Muhammed ibn Abdul Wahhab, edhe ata që bëjnë shirk, ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab, do të thonë pa u sjell argumentet, edhe pa u larguar dyshimet, nuk i bëjmë qafira. Do të thonë çka të flasim për çështje që as nuk janë qartë. Do të thonë ti nëse respekton logjikën tënde, te këta njerëz të logjikës, bësh kafir. Do thotë duhet ti patjetër thush, jo, ky ushqimi ishte vetëm një veprim. Do të thonë kështu është akidja, sepse Esharit edhe Maturidit në secilën temë të akides janë të devijuar me një prej devimeve të tjera. Në çështjen e kader, ata janë kaderi. Edhe prandaj thonë shkaqet nuk ndikojnë. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Shkaqet ndikojnë, mirë po ai që i ka krijuar shkaqet dhe ndikimin e shkaqeve është Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë edhe dihet se zjarri djeg. Edhe nëse e fut njeriu dorën në zjarr, pse ju dogj dora? Pse ka fut në zjarr? Do të thonë kjo është shkaku edhe pasoja. Kurse Esharit thonë jo. Ai do të ishte djeg dora atij në çdo rast, po është djeg në atë moment kur e ka futur në zjarr. Kështu është, do të thonë, akidja e Esharive. Dhe nëse nuk beson kështu, do të thonë, bëhet kafir. Eshari dhe Maturidi.